Me një ceremoni të begat fetare u lëshua në përdorim xhamia e parë e fshatit Çajl, e cila është rinovuar plotësisht. Kjo ngjarje paraqiste festë të dyfisht për banorët e këtij fshati, pasi ishte zgjedhur koha para namazit të zëpremtes për rihapjen e dyerve të xhamisë. Përpos xhamatit dhe mysafirëve të shumë pjesëmarrës në këtë ceremoni, ishte dhe një delegacion i lartë nga riaseti i Basisë Fetare Islame të Republikës Maqedonisë së Veriut, drejtuar nga Reisul Ulema, Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetaj, ndërsa programi nisi me lexim të Kuranit famlar nga Mafis Rustemi, drejtori i drejtorisë për diasporë pranë Basisë Fetare Islame. Rinovimi i xhamisë së parë të fshatit Çajl, përveç rinovimit të hapësirave të jashtme dhe të brendshme, ka përfshirë edhe zgjerimin e oborit, investimi i cili kap koston financiare prej 300.000 euro. Imami i kësaj xhamie, Soi Balili, tha se këto para janë tubuar nga 400 shtëpi anëtare, Muftinia e Gostivarit, donatorë të tjerë dhe nga diaspora. Sot nuk është një ditë e zakonshme. Sot është një ngjarje me peshë të veçantë në jetën tonë shpirtërore dhe shoqërore. Sot rihapet një vend që nuk është thjesht një ndërtesë, tulla apo thjesht një glet. Sot për ne është një gëzim i madh me të cilën në këtë gëzim e manifestojmë bashkimin ton, manifestojmë jetën ton fetare dhe kultivojmë se ne jemi ata të cilët mirëmbajmë ndërtesat fetare. Gjatë procesit të këtij rinovimi, në xhamin ton fillimisht është zgjeruar hapësira e jashtme me blerjen e një prone. Pastaj është rinovuar komplet fasada me gur travertin. Rregullimi i banjove, magazinave, bekatonkave dhe kështu me radhë. Sistemimi dhe rinovimi i plot i pjesës së podrumit, ku aty janë shtuar disa faltore, mektep, zyra, kuzhinë, magazin dhe të tjera. Dhe hapësirën të cilën jemi prezent këtu është rinovuar në mënyrë gjithëpërfshirëse, duke filluar nga kaligrafit, zërimi, ndriçimi e kështu me radhë. Të gjitha këta ndryshimet të cilët janë bërë në këtë xhami, unë ndjehem i kënaqur nga se kjo tregon se banorët e këtij fshati dashurinë ndaj fesë islame nuk e kanë vetëm me fjalë, por e kanë me vepra konkrete. Kur e them këtë, neve në xhamin ton, për mysafirët të cilët nuk e dinë, ka diku rreth 400 shtëpi anëtare, ndërsa vlera e këtij renovimi ka shifrën diku te 300.000 euro. Dhe kjo është bërë fal donatorëve, njerëzve të fshatit edhe më gjerë, duke financuar pa mos pyetur se ku shkojnë këta të holla. Unë jam shumë falënderues ndaj të gjithëve atyre të cilët kanë dhënë një kontribut të madh. Por nuk duhet të harrojmë se xhamia nuk është vetëm vend për t'u falur 5 kohë të namazit. Dhe elhamdulillah, prej tani e tutje, neve xhamin e kemi bërë me standarde që ta shohim xhamin edhe si shkollë. Xhamin ta shohim edhe si tribunë të edukimit dhe moralit. Xhamin ta shohim vendi ku pastrohen zemrat e besimtarëve, ku gjeneratat e reja do të formohen dhe ku komunitetet do të bashkohen. Dëshiroj gjithashtu të falenderoj këshillin e xhamisë, Haxhi Çelebi Ajdarin, Haxhi Nakshi Rexhepin, Nuri Elezin dhe Hafiz Miftarin,
të cilët gjithmonë kanë qenë krah ndihmës në këtë renovim. Gjithashtu falenderoj çdo donator, e sidomos mërgatën tonë, diasporën tonë. Unë ata i emëroj duke u thënë se ata janë shqiponj me 4 krah. E them këtë nga se ata një krah e kanë atje mbajnë familje, një krah mbajnë familje këtu. Një krah ndërtojnë atje xhamia për çdo ditë dhe nuk i harrojnë xhamia tona. Haxhi Savaudin Efendi Zendeli, muftinisë së Gostivarit, tha si rinovimi i xhamisë së parë të Çajles ka sjellë një vepër madhore, për çka shprehë falënderime për të gjithë donatorët. Vërtet nga fillimi i kësaj xhamie për renovim ishte atë që përmendi Suhejb Efendiu se fillua me zgjerimin e hapësirës. Dhe këtu shpreh një falënderim veçantë për familjen e cila u dakordësua që xhamia të frimon më lish. Sepse çdo një besimtar që kontribon për shtëpinë e Allahut vetëm se manifeston vullnetin, dashurinë, sakrificën që ka për Islamin, për Allahun xhaleshanuhu dhe dashurinë për Muhammed Mustafa. Kjo është e vërteta e besimtarëve dhe xhamatit tonë në përgjithësi, por e veçanta është sidomos të xhamatit të fshatit Çaj. E dita dhe thamë se vetëm do të riniski renovim bashkërisht në konsultim me Suhejb Efendiu dhe Këshillin e xhamisë, por ajo e mor këtë hof që sot e kemi këtë bukuroshe kështu, duke ja mbrojtur pikë së pari të gjitha ato elemente arkitektonike kësaj xhamie, që ishin të vendosura dikun 30 vite më herët. Por edhe duke ja dhënë këtë stil modern e klasik, duke na dhënë bukurinë e formës se si duhet në kohët e sodit të bëjmë një punë dhe një sakrificë që është vendosur nga vullneti dhe dashuria, imani i besimtarëve të fshatit Çajl, por edhe se si duhet të bëhet një lloj investimi në xhami. Shpeshherë në kohë të fundit e kam përmendur në konsultim me imam tjerë dhe këshilla xhamit të cilët dëshirojnë që të bëjnë diçka në xhami. Dhe si pikë orientimi u kam thënë, shkoni në fshatin Çajl dhe do të shihni se si duhet dhe në çfarë forme duhet të renovohet një xhami. Vërtet ishte qëllimi shumë i pastër dhe i lartë, duke filluar nga Imam Efendiu, por Këshilli i xhamisë dhe besimtarët, për të bërë një vepër kaq madhështore. Ne sot forcohemi më shumë me këtë investim, tha në fjalën e tij Resul Ulema Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetaj, dhe shtoi se forca e banorëve të Çajles dëshmon autoktoninë në këto vepra, përmes të cilave forcojnë institucionet tona dhe na garantojnë, sipas tij, ardhmëri të fuqishme si popull dhe se Islami vendoset fuqishëm me këtë nën qiell ku jetojmë edhe ne. Në këto momente kjo xhami tregon se ka minel mu'minin e rijalun sadaku ma ahedullah. Ka bura besimtar që kryen me sukses premtimin që ja kanë dhënë të madhit Zot. Ata janë ata të cilët e japin pasurinë në shërbim të madhit Zot, në shërbim të xhamisë, në shërbim të kombit, në shërbim të vatanit. A është lehtë, o Xhefendi, ta japish pasurinë? Nuk është lehtë. Ka nevojë për një luftë të shpirtit dhe imanit kundër shejtanit. Ash-shejtanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsha. Shejtani kur don të bësh një vepër të mirë me pasurinë tënde, me atë që ke, thot kujdes, atë pasuri që do ta japish nuk do ta kesh më atë pasuri që e ke momentalisht, do të varfrohesh, ta fut frigën, kujdes. Në veçantë në xhami, në institucione që janë vullat e zhvillimit tonë, kujdes. Kur arrin ta bindje që vërtet është ashtu, vjen faza e ditë. Wa ya'murukum bil fahsha. Me njëherë fillon të turdhroj ta japish pasurinë
në punën e dyta të pistat, këqija, të shkatrimit, të besimit, të kombit edhe vatanit. Ta japish në narkomani, ta japish në prostitucion, ta japish në bigjos, ta japish ati ku shkatrohet rinia, ardhmëria e kombit ton dhe besimit ton. Jo, besimtarët e këtij vendi dhe Çajlës në përgjithësi kanë ditë ta fitojnë luftën me kundërshtarin më të madh që dëshiron të shkatroj gjithçka që është njerëzore. Këtu është ajo fitoria e madhe e juaja sot që Suhejb Efendiu shumë bukur dhe më emocionoi me shpjegimin e tij të bukur. Andaj vëllezër të dashur, sot na keni bërë krenar të gjithë dhe ne ju falenderojmë shumë që naftuat të jemi prezent dhe ne sot forcohemi ne që kemi përgjegjësinë e Islamit në instanca të ndryshme. Ne sot forcohemi dhe ju na thoni ja çka bëjmë për Islamin dhe vatan. Ju sot na thoni kujdes, ne jemi me ju dhe ne kontribuojmë dhe na e rritni kujdesin, na e rritni vetdijen që t'jemi në krye të detyrës që ne ka dhënë populli në përgjithësi. Andaj, vërtet është një vepër madhore. Dua t'u tregoj juve, se ju ndoshta nuk e dini, siç se dim ndoshta edhe ne. A e dini ju çka bëni? Ka marrë këtu, t'ju jap për krahje, gjinde mesin tuaj. Sot në Republikën e Maqedonisë së Veriut pa fije ndihme nga askush, as nga Arabistani, as nga Turkistani, as nga askush. Sot kemi mbi 750 xhami. Kush vjen habitet me këto xhami të bukura? Kemi 1400 nën punës fetar. Kemi 5 shkollat mesme islame me 200 profesor. Kemi fakultetin e shkencave islame me 200-300 student. Institucione tjera. Dhe kur në konferencat të ndryshme e tregoj këte me njën pyesin, e kush i mban këto? Unë ju them, po i mban dikush. E kush? I mban një fjalë që quhet iman, imani i besimtar. Nuk e teproj që kam thonë ata. Kret këto ju, kret xhamati, populli muslimanët, thonë po. Nuk e them, nuk e teproj, ata thonë, pater ju, qenki si ashabët e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Pra çka kemi obligim gjithë ne bashkë me muftilerët, të jemi kudo që na fton besimtari. Ceremonia vijoi me ndarjen e mirënjohjeve për ish imamin dhe imamin aktual të xhamisë, Shoqura Lili dhe Suhejb Alili, si dhe për këshillin e xhamisë. Ceremonia u mbyll me duan e bërë nga mufti i Shkupit, Qenan Ismaili, dhe më pas u bë falja e namazit të xumas, në të cilën priu mufti i Tetovës, Selver Xhemaili. Ndryshe, xhamia e parë fshatit Çajl është ndërtuar para 30 vitesh, ndërsa ky ka qenë rinovimi i parë i saj. Paraprakisht, në të njëjtin vend ka pasur xhami që nga viti 1963.